Tjetë aksioni fillestar. Klubi basketbollit Vllaznimi Mbrëm ka mundur Proton Cable Prizrenin me rezultat 95-77. E vendasit nga Prizreni çerikun e parë filluan me mirë se mysafirët. Ata ishin të sakt edhe të fortë në mbrojtje dhe duke e fituar çerikun e parë me rezultat 25-19. E në çerikun e dytë ishin mysafirët nga Gjakova që treguan lojë më të mirë se Protoni. Kuqezint në këtë çerek shënuan 17 pikë e me mbrojtje shumë të fortë pranuan vetëm 8 pikë, duke përmbyllur pjesën e parë me rezultat të përgjithshëm 33-36 për Vllaznimin. Edhe çereku i tretë ishte në dominimin e Vllaznimit. Gjakovarët në këtë çerek shënuan 27 pikë e Proton Cable 15 me shifrat që tregonin në tabel pas 3 çerekeve 48-63 për Vllaznimin. Edhe çereku i katërt i takoi basketbollistëve të Vllaznimit. Ata shënuan më së shumti pikë në këtë çerek dhe vendosen rezultatin përfundimtar Proton Cable Prizreni 77, Vllaznimi 95. Vllaznimi ndodhet në vendin e 5 me 37 pikë, sa ka edhe Golden Eagle Ylli, që është në vendin e 6, ndërkaq Vllaznimi ndeshjen e radhës do ta luajë në Suari kundër Golden Yllit. Kësa radhë deportimin dhe mjaft i bukur